vetëm ngriti duart edhe lute Allahun sinqerisht, Allahu ta pranon. Mirë po fatkeqësisht, në sa raste ne trokasim në duart e të tjerëve. Për agjëruesin është mundësia e artë dhe është shansa e rrallë, është momenti i veçantë që ai të lutet, atë lutje, atë dua, Allahu nuk e kthen mbrapa. 3 njerëz, lutjet e tyre nuk refuzohen, lutjet e tyre nuk kthehen mbrapa. Lutet, Allahu ja pranon. Kush janë këta? I pari i tyre, es-saimu hatta yuftir, agjëruesi, deri të vjen momenti të qel iftar. A je agjërueshëm? Po, është mundësia. Është mundësia, lutë Allahun azza wa jall. Tha Allahu në Kur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tha Allahu, tha Zoti juaj, më lutni mua, unë do t'ju përgjigjem.